Është përkujtuar 83 vjetori i formimit të batalionit Themistokli Gërmenji, i ngritur në vitin 1943, nga të rinjt dhe të reja, të cilët kanë marrë pjesë në luftën e dytë botërore, duke luftuar kundër pushtuesit nazist. Batalioni Themistokli Gërmenji është ngritur në këtë zonë për rrezën e Korçës, edhe për fushën e Korçës, për të mbrojtur nga armiku gjerman. Në këtë batalion muar pjesë edhe shumë vullnetarë nga qyteti Korçës, sidomos moshat e reja. Batalioni Themistokli Gërmenji vazhdoi luftën deri në krijimin e brigadës së parë dhe të katërt sulmuese, dhe pasandaj forcat partizane të saj u shpërndanën këto dy brigada, plus që ndihmuan edhe zonën e Rrezës. Një datë historike e cila mori shkas nga shkrirja e qetave, të cilat funksiononin në të gjithë zonën e qarkut Korçës, dhe u krijuan batalionet dhe pastaj më vonë brigadat. I falenderoj për pjesëmarrjen, për prezantimin, po edhe për përkujtimin e këtyre ngjarjeve historike të luftës, se çdo gjë që kemi sot e kemi në sajt të heroizmit dhe gjakut të atyre të rënëve të 28.000 dëshmorëve të luftës stacionare shqiptare. Veteran dhe pasardhës të tyre, së bashku me pjesëmarrjen e autoriteteve vendore, kanë vendosur kurora me lule pranë lapidarit të ndodhur në fshatin Goskov, në nder të dëshmorëve të rënë gjatë luftës, të cilët kanë qenë pjesë e këtij batalioni.